Mirë mbroma të bekuarit e Perëndis, mirë mbroma. Ju përshëndes. Donika, mirë se erdhe, gjaku i Krishtit mburoj për ty në emrin e Jezusit. Zoti t'japi sukses, Zoti t'japi fitore, Zoti t'japi mbrojtje në emrin e Jezusit dhe gëzimi në Zotin të mbushi familjen tënde dhe Perëndia të ta gëzoj zëmrën në gjithë shka që je duke i kërkuar në emrin e Jezusit. Mirë mbroma, kush ishte e dyta? Marta, mirë mbroma, mirë se erdhe, gjaku i Krishtit mburoj për ty. Mikela, mirë se erdhe, gjithashtu o bekim, Zoti të bekoft. Mirë mbroma Marja, mirë mbroma Meli, mirë mbroma të bekuar, mirë se erdhat. Mirë se erdhat. Populli Zotit, mirë se erdhat, lavdi Zotit për çdo njërin prej jush. Klara, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mariana, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Juli, mirë mbroma, mirë se erdhe. Avdi Zotit, Mikela. Vjollca, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Mirë mbroma, ju përshëndes. Ju përshëndes të gjithve. Vera, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Klarentina, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Nuk e di unë çfarë bët juve, por unë vetëm 20 minuta më parë erdha, isha në punë, lavdi Zotit që kemi punë. Po, Mariana, do lutemi, lavdi Zotit që kemi punë. Hatixhe, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mikela thotu edhe unë isha në punë sot. Kush ishte në punë para tregonin qik dhe kush ishte në shtëpi sot. Gjithashtu Marta Kastriot, mirë mbroma, mirë se erdhe. Pranvera, mirë mbroma, mirë se erdhe. Bashkim, mirë mbroma, mirë se erdhe. Enkela, mirë mbroma, mirë se erdhe. Marta thotu në shtëpi me gocat. Punë sa duash, po punë pa lek. Në shtëpi është punë pa lek. Me vërtet, punë plot, po pa lek kur ri në shtëpi. Diana, mirë mbroma. Mirë mbroma. Kastrioti thotu unë pushim sot, është e shtun. Mariana, po dhe unë lavdi Zotit, në punë Mariana do më thënë, lavdi Zotit. Diana, e ke mirë ti Diana, në shtëpi pori. Mirë mbroma të bekuar, ju përshëndes. Ema, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Hana, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhet. Leta, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhet. Qarë të bëj, thot Diana.
Amen, Vera, amen. Franga, mirëmbrëma. Amen, Mikela. Amen. Pa korpun dhe shumë lek. Mahie, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma të bekuarit e Perëndis, mirë se erdhët. Lavdi Zotit, Diana. Ka ardhur koha tani prap për ungjillizim. Lavdi Zotit që ka ardhur koha prap. Gjithashtu Franga. Veziko, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Ju përshëndes të gjithëve. Shumë faleminderit, Mikela. Lavdi Zotit. Po, Diana, ka ardhur koha për të dalë për ungjillizim tani. Po, amen, lavdi Jezusit. Fred, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Linda, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Iris, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Viola, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis, ju përshëndes. Ne do presim edhe pak, sepse fillojmë edhe pastaj ata që vinë me vones nuk e kanë mendje në mësime dhe nuk e kapin fillin. Po, Franga, do të lutem për çfarë më shkruaj. Nake, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Lov Vlora, mirëmbrëma. Ilir, mirëmbrëma. Bia e Zotit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, haleluja. Vera, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të bekuar. Lavdia i qoftë Zotit. Kastriot, konferenca është javën tjetër të dielën në datën 13 prill në orën 10 është konferenca e radhës, por që nuk është si konferencat e tjera. Është një konferencë sjarri, është një konferencë fitoreje, është një konferencë ku Zoti Jezus do madhështoj emrin e tij, do madhështoj fuqinë e tij. E dini, ka ardhur koha ku Zoti bullizëm, do lutem motër, do ta lidhim edhe i ligu do të humb si gjithmonë. Edhe Roza, mirëmbrëma. Sherife, mirëmbrëma. Liliana, mirëmbrëma. Pra në datën 13 prill kemi konferenca e lavdisë së Zotit. Sepse Perëndia do të marrë lavdi në gjithçka. Do ta ngrej emrin e tij. Do të tregoj që Jezusi është Zot dhe nuk ka Zot tjetër përveç Jezus Krishtit. Dhe njerëzit nuk ju duhet më të vënë në për magjistar, të vënë të kërkojnë ndihmë në për malet, në për të vdekur, sepse Zoti Jezus është i gjallë, ai është Zoti që shëron, ai është Zoti që çliron dhe ai do ta tregoj lavdinë e tij. Ai do ta tregoj që është Zoti dhe që i bindet çdo principat. Unë jam e sigurt për këtë gjë që kësaj radhe është një dimension i ri. Është konferenca e ringjalljes, është me të vërtet e ringjalljes. Dhe Perëndia do të ngjall ata që kanë fjetur, do të ringjall ata që s'kanë dëgjuar asnjëherë për Jezusin, do t'u japi mish kockave pa jetë. Zoti do të sjellë liri, Zoti do të sjellë çlirim, Zoti do të veprojë në një mënyrë komplet të mahnitshme dhe qiellore. Do të bëjë të verbrit të shikojnë, ata shurdhët të dëgjojnë, të çalët do të ecin, lebrozët do të pastrohen, të vdekurit do të ngjallen, demonët do të largohen, sepse lavdia e Zotit do të mbush gjithçka. Do jetë lavdia e Zotit që do t'i bëj, do jetë shpirti i Perëndis, jo për hir të zgjuarsisë dhe të diturisë, po për hir të shpirtit të Perëndis. Lavdia i qoftë Zotit. Motër Franga, pse nuk ja undërron shkollën? Ti çosh në një shkollë tjetër.
Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem së pari, faleminderit Zot që je në mesin ton, faleminderit që je një Zot i gjallë o Zot. Faleminderit që ti je veprus, ti je çlirimtari, ti je Zoti që jep urdhër dhe gjithçka bëhet. Faleminderit Zot i shenjtë. Të falenderojmë që ti tashmë do udhëheqësh gjithçka, do marrësh lavdi o Zot dhe do ta ngresh emrin tënd Perëndi. Faleminderit për këtë natë. Faleminderit që na ke mbledhur për të adhuruar emrin tënd, për të falenderuar ty o Zot. Dhe ne të adhurojmë ty. Të adhurojmë o Zot që je në mesin ton, të adhurojmë që na do, të adhurojmë që na ke falur, të adhurojmë për kryqin dhe na dhe shpëtimin, të adhurojmë për jetën e përjetshme. Faleminderit Zot dhe të adhurojmë që ti je Zoti dhe gjithçka të nënshtrohet. Faleminderit Zot. Ne të adhurojmë ty dhe të japim lavdin o Zot i shenjtë për gjithçka që do të bësh këtë natë. Në emrin e Jezusit. Amen. 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 Unë lutem për fëmijët në rast të parë për fëmijët e motrës tonë që i bullizojnë në shkollë. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lidh tani çdo shpirt braktisje, çdo shpirt dënimi. Unë lidh çdo shpirt bullizmi, çdo shpirt dhune, çdo shpirt tallje, çdo shpirt jetimi. Në emrin e Jezus Krishtit, fëmijët e tu nuk janë jetim, sepse Zoti është ati i tyre. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lidh sot çdo frym, çdo dorë, çdo dhunë që i ligu ka ngritur kundër fëmijëve të tu. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe urdhëroj të lënë territorin sot. Në emrin e Jezusit, unë thyej çdo mallkim, unë thyej çdo magji, unë thyej çdo komplot të ligut në emrin e Jezusit dhe i mbuloj fëmijët e tu me gjakun e Krishtit Jezus dhe shpall mbrojtje për fëmijët e tu, shpall gjakun e Krishtit Jezus, shpall zjarrin e Perëndis që asnjë plan i të ligut më të mos ketë sukses në emrin e Jezusit. Unë lidh të fortin që i organizon këta fëmijë. Unë e lidh të fortin e tyre në emrin e Jezusit dhe i them poshtë këmbëve të Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit dhe kërkoj tani liri për fëmijët e tu, çlirim në emrin e Jezus Krishtit dhe ata ta gëzojnë shkollën, të gëzojnë jetën dhe të e lidh frikën dhe pasigurinë dhe ata të jenë të guximshëm dhe plot me pasion për jetën. Në emrin e Jezusit dhe çdo mendim vetvrasje, çdo mendim kundër jetës, çdo mendim kundër familjes, çdo mendim kundër të ardhmes, unë e lidh sot dhe asnjë gjë më mos të ketë autoritet në emrin e Jezusit. Dhe shpall liri dhe mbrojtje qiellore për fëmijët e tu dhe shpall liri për zemrën tënde në emrin e Jezusit. Çdo frikë jotja unë urdhëroj të largohet tani në emrin e Jezusit dhe të mos ketë më asnjë fuqi. Në emrin e Jezusit, fëmijët e tu i përkasin Zotit. Ai thot që unë jam ati i jetimve dhe ata i përkasin Perëndis, prandaj ai vet do t'i ruaj dhe bekoj kudo që ata shkelin. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. 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 Qoftë lëvduar Jezus Krishti. Qoftë lëvduar Jezus Krishti. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Faleminderit Zotit për këtë natë dhe unë dua sot të ndaj një temë, çfarë janë demonët e territorit, si t'i njoh ata dhe si të çlirohem prej tyre. Çfarë do të thotë demon territori? Demonët e territorit janë forcat e errësirës që veprojnë në mënyrë të organizuar, pra ata nuk janë vetëm, ka gjithmonë një boss, si thon, një shef, një principat më e lartë dhe pastaj ata gjithmonë demonët punojnë në grupe. Kështu janë dhe demonët e territorit, ata punojnë në grupe, janë të organizuar si bandat. Si bandat janë të organizuar edhe bandat e demonëve. Dhe ata janë përveç demonëve të tjerë, sot do të flasim për demonët e territoreve. Dhe këto forca vendosen nga i ligu për të mbajtur njerëzit në mëkat, për të bllokuar atë në hapësirën shpirtërore dhe për të fuqizuar errësirën dhe veprën e Satanit në atë vend. Më falni pak. Pra të dashur,
këto fuqi, ku i shikojmë ne në Bibël? Atëherë ku e kemi ne të argumentuar këtë gjë? Le të shkojmë tek Danieli 10:13, kur Danieli agjërovi 21 ditë. Dhe ditën e 21 vjen angjëlli dhe i sqaron Danielit pse përgjigjja e tij vonoi kaq shumë. Dhe ai thot, sepse prish si shpirtërori Persis, pra pengonte angjëllin që të arrinte tek Danieli. Megjithse përgjigjja nga Zoti ishte gati që të vinte tek Danieli, përsëri u deshën 21 ditë. Çfarë thot konkretisht rreshti biblik? Le ta lexojmë. Atëherë angjëlli vjen dhe i thot, princi i mbretërisë së Persis më kundërshtoi 21 ditë, por ja Mikaeli, një nga princat e parë, më erdhi në ndihmë, sepse kisha mbetur atje me mbretin e Persis. Këtu nuk do të thotë që angjëlli po luftonte me mishin, me mbretin me të vërtet, por e ka fjalën për principatat, pra për një demon, një kryetar demonësh që kontrollonte territorin e Persis. Dhe ne e dim që Danieli ishte tashmë në atë territor, ai po i lutej Perëndis në atë territor që Perëndia të çonte në vend popullin e Izraelitar, i kthente në vendin e vet popullin e Izraelit. Dhe megjithse përgjigjja ishte gati, sepse 70 vite kishin kaluar, përsëri u deshën 21 ditë, sepse demoni i territorit nuk e lejonte që angjëlli të kalonte. Dhe u desh një angjëll akoma më i fortë, një principat akoma më i fortë, siç ishte angjëlli Mishael, që i kishte autoritetin të fitonte me demonin e Persis. Shikojeni dhe diçka tjetër, nëse do të shkojmë tek Marku 5:10, do të shikojmë demonët e legjionit që takojnë Jezusin. E keni parasysh atë të demonizuarin që kishte legjione. Kur Jezusi arriti në anën tjetër të lumit, demonët e njohën. Pra edhe njerë të gjithë ju duhet të dini që ku është vajosja, demonët e njohin që ky person e ka autoritetin të më dëboj. Ky person është i vajosur nga Perëndia. Çfarë do të thot vajosje? Çfarë shikojnë këta demon që nënshtrohen ose që binden? Ata shikojnë sa Jezus ka tek një njeri. Do me thënë, sa ky njeri është i nënshtruar Jezusit, sa mëkate ka, a është ai në mëkat, a është ai në mëkat të hapur, pra a jeton ai për Zotin, si është zemra e tij në lidhje me personin që ka përpara. Pra demonët, bota shpirtërore, të dashur motra dhe vëllezër, nuk ka mish. Ne nuk kemi mish në botën shpirtërore, ne jemi lakuriq. Pra të gjitha ne dukemi lakuriq atje ne nuk mund të fshejmë asnjë gjë. Dhe ata mund ta shikojnë sa Jezus është në ty. A jeton ti në mëkate të vullnetshme? A jeton ti a i do ti njerëzit? Si është zemra jote për njerëzit? Shumë njerëz ndoshta jetojnë për Zotin, por ju mungon dashuria për njerëzit. Dhe nëse ti nuk ke dashuri, atëherë asnjë demon nuk të bindet, sepse ajo që ti nuk ke dashuri për njerëzit do të thotë që është egua jote, është krenaria jote, dhe ti i bën gjërat për emrin tënd, por jo për Perëndin. Pra në botën shpirtërore njerëzit janë lakuriq dhe kështu demonët shikojnë me njerë kush je ti në botën shpirtërore. Prandaj një i demonizuar sa po pa Jezusin, a i thiri dhe tha, ej, Jezus, ti biri Perëndisë së gjallë. Dhe kur ti je i vajosur nga Perëndia, Zoti të ka vajosur ti jesh biri tia. Dhe ai që ka shumë Jezus në të, do të thotë që është i njëjti autoritet si biri Perëndisë së gjallë që ishte Jezusi, që është Jezusi. Prandaj Zoti thotë, unë të kam bërë ty bir. Pra me autoritetin e një biri ne mund të vëmë dhe të dëbojmë demonët. Pra autoriteti i një biri në botën shpirtërore është mbi çdo autoritet. Mbi çfarë do lloj autoriteti. Pra siç e shikoni, demoni i foli Jezusit dhe i tha, Jezus ti biri Perëndisë së gjallë. Çfarë bëri Jezusi për ne? Kush e di? Ai na dha titullin bi të Perëndisë së gjallë. Dhe sa më shumë
ti rrit Jezusin në ty, ti kryqëzon mishin tënd, ti kryqëzon mëkatet e tua, ti shenjtërohesh, sa më shumë ti shenjtërohesh, aq më shumë Jezus ka në ty dhe aq më shumë ti njihesh në botën shpirtërore si bir i Perëndisë së gjallë. Pra ti njihesh si bir i Perëndisë së gjallë dhe prandaj demonët binden. Dhe kështu këta demon që ishin gati 2000, pra ishin një legjion dhe erdhën dhe ranë përpara këmbëve të Jezusit. Ne e shikojmë që ata qëndrojnë përpara Jezusit, por ata nuk donin të largoheshin nga territori. Konkretisht, le ta lexojmë. Marku 5 rreshti 10 deri në 17 dhe 17. Por unë do të lexoj 10 dhe 17. Atëherë demonët nuk donin të largoheshin nga territori dhe i luteshin Jezusit me të madhe që ai të mos t'i përzinte nga kraina. Dhe ne shikojmë që Jezusi nuk i përzuri nga kraina. Pse Zoti Jezus nuk i përzuri nga kraina? Sepse mëkatet e zonës nuk e lejonin që ata të iknin. Në botën shpirtërore ruhen kufinë shpirtëror. Dhe nëse ne do të shikojmë në rreshtin 17, shikojeni pse tani demonët kishin të drejtë të qëndronin. Tek rreshti 17 ne lexojmë. Atëherë ata filluan t'i luten Jezusit, erdhën banorët e zonës, ata erdhën dhe jo si i demonizuari, jo si qytetet e tjera ku Jezusi vajti dhe i thoshin, Zoti Jezus, qëndro dhe ca ditë tek ne. Jezus, lutu për ne. Jo, te kjo zonë, ata erdhën dhe thanë, Jezus, largohu nga zona jonë. Pra, ata kishin zgjedhur të jetonin me demonët. Ata kishin zgjedhur të jetonin në idhujtari. Ata kishin zgjedhur të jetonin në mëkat. Ata kishin zgjedhur të ishin kundra Zotit. Prandaj dhe tek rreshti 17, ata i thon Jezusit, i luten atij që ai të largohet nga kraina e tyre. Pra, siç e shikoni, Jezusi jo se nuk i përzuri sepse Jezusi nuk e kishte fuqinë. Jezus Krishti është Zoti dhe ai e ka fuqinë dhe autoritetin mbi çdo gjë. Por edhe Perëndia duhet të eci me ato ligjet shpirtërore që vetë Perëndia i ka vendosur. Dhe nëse në këtë zonë demonët kishin të drejtë të qëndronin, pse? Sepse ishin pikërisht kraina e tyre, kishin zgjedhur të jetonin në mëkat. Prandaj, pra siç e shikojmë, edhe këtu ishte autoriteti i demonëve, ishte autoriteti i territorit. Çfarë do të thotë që çfarë u jep të drejtën këtyre mëkateve të territorit? Ndoshta ti thua, a flitet këtu vetëm për demon të një vendi, apo demon për të një kraine? Të dashur, dua të them që edhe shtëpia jote është një territor. Ai që jeton është territori i tij. Pra, edhe shtëpia quhet një territor, edhe puna jote quhet një territor. Pra, gjithçka ku je ti dhe të përket ty është territori i jot. E megjithatë, ka arsye të ndryshme që unë do t'i sqaroj pak më vonë që demonët e territorit kanë të drejtë të vinë. Unë dua t'ju tregoj për shembull demonët e territorit kur unë kam ardhur në kjo shtëpi. Para 14 vitesh, unë kam marrë këtë shtëpinë këtu. Dhe atëherë unë nuk dija për demonët e territorit, unë thjesht u luta për shtëpinë, e bekova në atë siç unë dija. Por po ndodhte diçka e çuditshme në këtë shtëpi. Unë theva mallkimin sepse ajo që e shiti, ata kishin 10 vjet bashk dhe pas 10 vitesh ai e tradhtoi me një vajzë më të re dhe e la gruan e tij. Prandaj dhe u shit kjo shtëpi. Atëherë këtë gjë unë e njihja dhe punë e parë që bëra e theva këtë mallkim, bekova martesën time dhe bekova jetën në këtë familje, sepse për çudinë time edhe ata kishin 2 vajza dhe një djalë. Okej? Por diçka e çuditshme po ndodhte. Çdo 2 ditë, maksimumi në 2 ditë, vinte një pëllump, përplasej në xhamin në katin e 3 dhe binte i ngordhur dhe i ber copa, pra komplet gjak në oborrin tim. Dhe kjo nuk po ndodhte një ditë,
kjo nuk po ndodhte 2 herë, kjo nuk po ndodhte 3 herë, por kjo po ndodhte pa limit. Aq sa unë mendova që këtu është diçka tjetër që unë duhet të luftoj, dhe që nuk është vetëm ato, si themi, fati, ta them kështu, i familjes që ishte këtu. Pra unë kuptova që një forcë tjetër kishte autoritetin në këtë shtëpi. Atëherë, unë nuk dija shumë nga këto gjëra dhe flas me një pastor, faktikisht me profeten që më ka profetizuar mua me Ritën, edhe flas me Ritën dhe e cila gjithmonë është për mua, si të thuar, si një nen shpirtërore, edhe që është kaq shumë bekim për mua, edhe të dashur edhe unë flas me të dhe i tregoj se çfarë po ndodh në shtëpinë time. Dhe ajo më thot që Alketa, këta janë demonët e territorit, edhe unë do të organizoj një grup dhe do të vim të shtunën tek ty. Dhe kështu u bë. Ata erdhën një grup gati 12-13 veta, ne u lutëm, ne kënduam, ne agjëruam dhe pastaj e lyem shtëpinë me vaj që nga themelet dhe dënuam çdo principat. Atëherë ne dëbuam dhe thyem autoritetin e çdo principate. Dhe që atë ditë asnjëherë më nuk ka ndodhur dhe nuk ka ngordhur asnjë zok, asnjë pëllumb. Ishin konkretisht pëllumba. Edhe burrim që thoshte jo, po reflekton qielli, prandaj ata ngatërrojnë, por ja ku jemi 14 vite që asnjë më se ka ngatërruar qiellin. Pse? Sepse Zoti mori autoritet. Dhe të dashur, pra familja që kishte qenë përpara meje, kishte pasur një principat si Zotin e tyre, nuk kishin pasur Jezusin. Okay? Dhe kur ti hyn në një territor të ri, ti duhet të shfuqizosh principatat që ka pasur ajo familje, kë zot kanë pasur, kujt i janë nënshtruar, kujt çfarë kompromisesh kanë bërë. Okay? Prandaj gjithmonë që ti merr një shtëpi, ti duhet të shfuqizosh të fortin, ta lidhësh të fortin. Do t'ju tregoj pak më poshtë se çfarë do të thotë i fort. Le të vazhdojmë çfarë bën një demon të një principat të territorit ose një demon territorial që të marri vend. Konkretisht është mëkati i vazhdueshëm, kur është një mëkat që përsëritet me vetdije. Nëse një pjesëtar i familjes, shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë gjë. Shumë njerëz mendojnë që, okay, unë mëkatoj dhe nuk i prek fëmijët e mi, nuk e prek martesën time, nuk e prek, ose nëse ti je pa martuar, nuk i prek motrat dhe vëllezërit e mi, nuk i prek prindrit e mi. Në të vërtet, ligjet shpirtërore janë nëse një në familje jeton në një mëkat të vetëdijshëm, okay? Atëherë automatikisht qielli nuk është më i hapur, sepse në atë familje, në një çati, jeton një person që thërret demonët, okay? Mua më kujtohet një rast se si fëmia i vogël, të dashur, fëmia i vogël, i cili shikonte një film, dhe ju e dini sa të demonizuar janë këta filma, dhe në atë film fliteshin gjuhë të tjera, pra, dhe i thoshin fëmijëve që ti përsëritin ato fjalë. Dhe pa vetdije, ky fëmijë përsëriste fjalët e atij filmi. Dhe çfarë kishte ndodhur? Një demon territorial i dhunës ishte futur në shtëpi. Dhe kur është marrë çlirimi, frymra ka treguar që është futur nga fëmia. Fëmia ishte i vogël, 5-6 vjeç, thjesht përsëriste ato që filmat ju thoshin. Pra, e shikoni që nëse një pjesëtar i familjes mëkaton me vetdije, atëherë këto principata kanë të drejtë. Këto principata kanë të drejtë të marrin autoritet. Vetëm nëse një person tjetër i familjes është i krishter dhe deklaron çdo ditë gjakun e Krishtit, deklaron çdo ditë mbrojtje, deklaron çdo ditë qiellin e hapur mbi familjen e tij. Pra, sepse gjithçka është shpirtërore. Kjo është një luftë, dashur motra dhe vëllezër. Është një luftë shpirtërore. Okay? Nuk është një
si i thon, një dasëm, nuk është një dasëm ku ne jemi ftuar, por të gjithë duhet të hapin mendjen dhe sytë shpirtëror për të kuptuar që ne jemi në një luftë shpirtërore. Dhe kush nuk e kupton dhe kush nuk bëhet pjesë e luftës, ai gjithmonë do të humb, ai gjithmonë do të shkatërrohet, ai gjithmonë do të jetë në vdekjen e parakoshme, sepse i ligu lufton. Ai gjithmonë çdo ditë kërkon të coptoj jetët e njerëzve. Pra të dashur motra dhe vëllezër, mëkati i vazhdueshëm tek Efesianët 4:27 fjala thot, mos i jepni vend djallit. Pra, një mëkat i vazhdueshëm, nëse ti mëkaton një herë, nëse mëkaton 2 herë, i penduar i kërkon falje Zotit, edhe 1000 herë i kërkon Zotit falje me të vërtet i penduar dhe ti mundohesh ta mundësh këtë mëkat. Është diçka tjetër, por është komplet tjetër kur ti thua, unë do jetoj në këtë mëkat, unë do ta bëj këtë dhe ti jeton me vetdije. Kur ti jeton me vetdije, atëherë fillon një demon i parë vjen, pastaj i dyti, pastaj derisa vjen një principat që bllokon qiellin për gjithë familjen. Dhe ti ke futur familjen në një mallkim të trashëguar. Një person i familjes mjafton që të futi gjithë familjen në një mallkim të trashëguar. Për fëmijët e tij, për një përmbesa deri në 4 gjeneracione. Një njeri mjafton të sjellë mallkimet e trashëguara. Gjërat janë shumë më të egra se sa ne i flasim, janë shumë më të errta se sa ne mundemi të nxim me atë që themi. Pra gjërat shpirtërore janë kaq reale. Pra, nëse një person i familjes jeton në një mëkat të vetëdijshëm dhe e bën me dashje atë mëkat, atëherë gjithë familjen ai e fut në mallkimet e trashëguara deri në 4 breza. Çfarë është tjetër që ju jep të drejtën mëkateve ju jep të drejtën demonëve të territorit? Pse quhen të territorit njerë? Dhe ka demon personal dhe demoni territorit do të thotë që bllokon jo vetëm personin që e hap rrugën, por bllokon shtëpinë, por bllokon punën, bllokon një territor të tërë dhe të gjithë personat që futen ose dalin nga ai territor. E kuptoni? Tjetër, çfarë i hap rrugën demonëve të territorit? Demonëve të territorit ju hap rrugën idhujtaria dhe praktikat okulte. Idhujtaria, kur ti ke idhuj në shtëpinë tënde, kur ti ke idhuj, kur ti shkon dhe adhuron ndes qirinj në përvarre, ndes qirinj në përvende të tjera, vjen dhe u lutesh zotrave të gabuar, Zoti nuk duron asnjë lutje tjetër që ti të vesh ti lutesh një zoti tjetër, ose ti të kesh bërë zot një njeri. Mund t'jetë idhulli jot, mund t'jetë burri, idhulli jot mund t'jetë fëmia, idhulli jot mund t'jetë nena, idhulli jot mund t'jetë puna, mund t'jetë paraja. Pra çdo gjë që ti e ke bërë idhull, për Zotin është një neveri, është një idhujtari. Çdo njeri dhe çdo gjë që ti e ke bërë idhull është idhujtari përpara Perëndis. Dhe kështu ti i ke hapur derën demonëve territorial. Gjithashtu praktikat okulte. Kur ti merresh me magji, kur ti merresh me të shikuar fallin, kur ti bën parashikime, shikojeni çik t'ja u lexoj në Bibël dhe i kemi në fjalët e Biblës, çfarë do të thotë konkretisht praktikat okulte. Pra, tek ligji për të rirë 18, rreshti 10 dhe 12 është shkruar: të mos gjendet midis teje as një njeri që e kalon birin ose bijën e vet në përzjarr. As ndonjë që praktikon shortarin. Pra ti që vete shikon fallin, ti që vete shikon kafen, ti që vete shikon horoskopin, pra e shikoni? Nëse ti i bën këto gjëra, ti hap rrugët e mallkimeve në gjeneracione. Jo vetëm që ti mbyll jetën tënde, por ti fut një mallkim
për generacionet. Pra shikojni çfarë thot. Nëse interpreton shenjat dhe merret me magji, as ai që përdor yshtja, kur përdorni yshtje me sheqer, yshtje me ato çfarë merrni gjëra në për divane se ula jo më ka marrë më sysh, yshtjet, mediumet që konsultojnë frymrat, as magjistarët dhe as ndonjë që ndjell të vdekurit, e shikoni të dashur, sepse të gjithë ata që merren me këto punë neveriten nga Zoti dhe për shkak të kësaj neverie, Zoti do t'ju përzer, thot fjala, nga vendi juaj. Pra, do t'ju ndaj nga prezenca e tij. Edhe një herë të dashur, ndoshta shumë nga ju nuk i dini këto gjëra, dhe unë dua të them ty tani. Edhe një herë, është ndaluar në Bibël që ti të futesh në zjarr fëmijën tënd. Shumë vende e bëjnë që e kalojnë fëmijën në përtym, okay? E kalojnë më përpara fëmijën e parë ose sa herë që kishin një dëshirë, Maloku që është një zot në Kanaan, që ishte atëre kur ishte Izraeli, çfarë bënin ata? Ata i ofronin fëmijët e tyre si flijim për idhujt. Ata e merrnin fëmijën e parë, sidomos fëmija e parë, dhe e hidhnin në mesin e statujës që ishte zjarr dhe e diqnin atje. Okay? Dhe e diqnin dhe kështu thoshin, i bëra ofertë fëmijën tim të parë dhe prandaj do me eci mirë. Të dashur motra dhe vëllezër, Zoti e urren që fëmijën ti ta marrësh dhe ta djegësh ose ta ofrosh për Satanin. Okay? Është ndaluar sepse fëmijët janë dhurat nga Perëndia. Në rregull, edhe as të betohesh për kokën e fëmijës. Shumë njerëz betohen për kokën e fëmijës dhe thon për kokën e vajzës time, për kokën e djalit tim, çfarë bën ti me këtë fjalë? Ti e jep si ofertë vajzën dhe djalin tënd. Okay? Çdo betim që ti bën në emrin e vajzës tënde apo të djalit tënd dhe betohesh për kokën e tyre, ti e jep jetën e tyre si ofertë në botën shpirtërore. Pra ti thua për kokën e tyre, unë të ofroj kokën e fëmijës tim. Kur mos qoftë në emrin e Jezusit. Nëse e ke bërë, pendohu, sepse tashmë je bërë pjesë e një mallkimi të trashëguar. Pra kur ti betohesh për kokat e fëmijëve të tu, kur ti betohesh për kokën e njerëzve, të çdo njeri që ti bie betuar me kokë, ti e ke ofruar si ofertë për të ligun. Pendohuni dhe shpengoni jetët e familjarëve tuaj, sepse ju keni thirrur një mallkim të trashëguar dhe demonët e territorit marrin autoritet. Tjetër, Zoti ndalon shortarin. Nuk duhet të hedhësh short, nuk duhet të vesh dhe të bësh parashikime. Nëse ti vete dhe thua, do vete të shikoj fatin, do vete të shikoj horoskopin, do vete të shikoj yjet, është ora 7, në orën 7 është një fuqi e veçantë. Unë dëgjova një grua, pardje rastësisht ma tregovi Facebooku, se si ajo jepte mend dhe thoshte që është mirë për ty në orën 7, është ora e dashurisë, që të çohesh dhe të therrasësh dashurinë, të bësh ca formula, ca fjalë të therrasësh dashurinë. Çfarë janë këto? Shikojeni sa e përdredhur është mendja e njerëzve. Këto që janë tamam magji, i lejojnë në për televizione, i ndjekin në për televizione, ju bëjnë reklama në për televizione. A e kuptoni ju se sa finok është djalli? A e kuptoni ju strategjinë e tij? E kuptoni ju? Pra, ato që Zoti i urren e kanë vendin të parë në televizion. Ato që Zoti thot mos i bëni, djalli ju jep pozicione në televizione, ju jep vende në televizione, ju jep reklama që njerëzit të merren peng e këtyre mashtrimeve dhe që kështu ata të thrasin të bëhen porta të hapura të demonëve në shtëpinë e tyre. Pra të dashur, nëse ti çohesh në një orë të caktuar dhe thua kjo orë është plot me fuqi, nëse ti çohesh dhe thua ej në këtë datë është një datë e veçantë, Zoti thot unë i urrej enat e reja. Zoti thot unë i urrej ato ritualet tuaja. Pra, Zoti nuk do që ti të kesh në mënyra të veçanta lutje, që ti të kesh mënyra të veçanta të thirrjes së fuqisë. Nuk ka.
Nuk ka thirrje fuqie përveç Jezus Krishtit. Ai dhe vetëm ai ka çelësat e qiellit dhe të tokës. Çdo gjë tjetër ku nuk përmendet emri Jezus, çdo gjë tjetër që nuk përmendet emri i shpëtimtarit Jezus Krishti është magji. Pra të dashur, nëse ti futesh në këto, si i thon ata, bëj këto aforizma, nëse ti futesh në këto aforizma, nëse ti bën siç të thot ajo apo të thot një tjetër, ti ke hapur portat e ferrit për familjen tënde. Ti i ke hapur. E shikoni, bëuni më të zgjuar motra dhe vëllezër, bëuni më të zgjuar, bëuni më të ditur, bëuni, hapini sytë e shpirtit dhe të shikoni. Pse në televizione ju jepet kaq pozicion këtyre njerëzve? Më tregoni pak. Pse këta njerëz ftohen, nuk tallen, nuk goditen, nuk shahen, nuk ju vjen kamera të fshehta që ti siç më erdhën, nuk i nxjerrin për televizione siç më nxorën mua tek stopi ku më nxorën tani se harrova. Jo për t'u tallur, jo për ta goditur, jo për ta gjuajtur, jo, atyre ju jepet një vend nderi, e dini pse? Sepse gjithçka është strategjia e Satanit për të vjedhur jetët e njerëzve. Okej? Dhe kështu, ata që i shërbejnë Zotit, ata diskriminohen siç më nxorën mua 2 vjet një vit më parë kur më nxorën. Për mua u bë që të më diskriminonin, të më shanin, çfarë bën kjo s'mbush mirë, kjo kështu, edhe shumë njerëz në paditurinë e tyre thanë, po, Alketa është gabim. Dhe shumë kanë zgjedhur të ndjekin këto aforizma, të ndjekin këto shpirtra satanik dhe janë bërë pjesë e mallkimeve dhe kanë hapur dyert e mallkimeve në gjeneracione. Të dashur motra dhe vëllezër, djalli është shumë dinak. Ai e ka mësuar tashmë. Ai ngren njerëzit që nderojnë Satanin. Ai ngren njerëzit që i shërbejnë Satanit. Dhe kështu ai vjen me kaq shumë stil, me kaq shumë ti duhet të bësh diçka. Me Zotin Jezus ti nuk duhet të bësh asgjë sepse Jezus Krishti i ka bërë vetë në kryq çdo gjë. Por me këto që ti duhet të çohesh në këto ore, të bësh këto aforizma, ti duhet të vesh në majtë të malit, atje të lutesh se atje është akoma me fort fuqia, jo të dashur janë gënjeshtra. Zoti Jezus jeton në ne, dhe ne jemi tempulli. Ne jemi tempulli Perëndis. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë lutem kaq shumë për ju, që t'ju hapen sytë shpirtëror. Dhe mos u gënjeni pas të ligut. Kudo që nuk i jepet lavdi Jezus Krishtit, nuk thirret emri i tij, është magji. Edhe njerë, nëse ti futesh në një vend ku nuk thirret emri Jezus Krishtit nga Nazareti, Pietri i tha atij të paralizuarit, në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas. Ky është Zoti jon. Kjo është emri i tij. Nëse ti nuk e dëgjon këtë emër, po çou dhe bëj aforizma në këtë orë, çou dhe thirr dashurinë kështu, thirr dashurinë atë, të dashur janë vetëm stilet e djallit dhe shumë njerëz janë gënyer në këto gjëra. Hiqni dorë dhe pendoni. Pra, të dashur, dua t'ju them interpretimi i shenjave të qiellit. Pra, nëse ti thua, unë jam virgjëresha, jam demi, jam peshku, jam qengji, çfarë janë ato, çfarë do lloj gjëje, nëse ti identifikohesh me ato shenja, tashmë përsëri ti ke hapur dyert e demonëve territorial të shenjave. Ai vjen ai demon që ti je kualifikuar për shembull si qengji, demi, ti je kualifikuar, ti thua që jam demi, atëherë automatikisht kjo principat që kualifikon demin, ai vjen mbi ty. Dhe çfarë bën? Ai bllokon bekimin e Perëndis. Dhe kështu kë bën ti Zot pastaj? Çdo gjë që ai zgjedhur i Satanit del në televizion ose e ndan në gazet, çfarë do të ndodhi konkretisht demit sot? Dhe ty do të ndodh se s'bën ajo që thot. Pse? Sepse ti ke lejuar këtë principat të bëhet Zoti jot. Dhe kjo principat
mban vetëm atë që ajo lejon të sjelli, dhe bekimi i Zotit nuk futet më në jetën tënde. Nuk mundet të futet në jetën tënde. Pse? Sepse ti e mban Zotin larg dhe ti je identifikuar si demi, edhe vetëm ky autoritet i kësaj principate merr autoritet mbi ty. Dhe ti je jashtë bekimeve të Zotit. Ti nuk e kupton, në fillim ato vjen shumë mirë, po pastaj kur fillojnë edhe mbyllin komplet jetën tënde. Pra Zoti nuk e lejon këtë gjë. Tjetër, yshtje. Fjala thot ai që përdor yshtje. Yshtja, çfarë njerëzit bëjnë? Yshtje me sheqer, yshtje kripe, yshtje rrobash, yshtje shtëpie, dhe yshtje janë edhe djegja e bimëve në shtëpi. Shumë njerëz e bëjnë, unë djeg rozmarin sepse rozmarina i dëbon demonët. Bo. Disa thonë unë djeg gjethe dafine sepse i dëbon demonët. Bo. Nuk i dëbojnë demonët ato i thërrasin demonët. Okay? Ato thërrasin çdo ofertë yshtjeje ose tymi, nuk është për Zotin, është një ofertë satanike. Okay? Dhe ti i hap dyert demonëve të territorit dhe të madhkimeve ndërbreza. Pra, demonët e territorit janë një kategori, janë si binjak me demonët e madhkimeve të trashëguara. Pra Zoti e ndalon yshtjen. Yshtje do të thot çdo gjë që ti djeg në shtëpi. Sheqer ti djeg, rroba ti djeg bim, rozmarin apo djeg ashtu në gjethe dafine apo çfarë do lloj gjëje që ti djeg, nuk është për Jezus Krishtin, është një ofertë për Satanin. Dhe nëse e ke bërë, pendohu përpara Perëndis, kërko falje përpara Perëndis dhe hiqi autoritetin, ato frymra që ti i thirre nëpërmjet ofertës së tymit. Tjetër, fjala thot, ti nuk do të përdorësh mediume që konsultojnë frymrat. Okej, çfarë do të thot kjo? Ti nuk do të përdorësh mediume, ku ti shumë njerëz mblidhen dhe thërrasin frymrat, thërrasin gjasme do të pyesin si do të jetë jeta nesër, çfarë burri do marri, edhe thërrasin frymë. Në të vërtet, ata janë vetëm demon që paraqiten dhe Zoti thot ti nuk do të kërkosh asnjë këshill në asnjë vend tjetër përveç te Krishti Jezus. Okej, çdo vend tjetër ku ti vete për të marrë mendje, për të shikuar të ardhmen, për të pyetur për të ardhmen tënde, është vetëm një derë hapur për Satanin. Tjetër, Zoti thotë nuk do të vesh tek magjistarët. Edhe një ligji për të rirë 18, rreshti 10 dhe deri 12. Zoti thotë ti nuk do të vesh tek asnjë magjistar. Kush është magjistar? Sepse tani djalli e ka hequr titullin magjistar. Okej? Në asnjë vend më, edhe në Afrikë, që më përpara i thoshin do shkoja te magjistari, edhe atje djalli e ka ndërruar emrin. E dini ju se si është emri tani? E dini si është emri tani? Emri tani është doktori. Doktori popullor. Do shkoj tek njeriu i mirë. Tek njeriu i mirë ose doktori popullor. Djalli është dinak. Ai e ka kuptuar që duhet ta heq atë titullin magjistar, se sikur ka një çik njerëzit i mban një çik larg. Pa të themi një herë të vëm tek ai vendi mirë, të vëm tek ajo grua e mirë, tek ai burri i mirë. Të vëm çik tek ai që i di këto sekretet, Sa të ndihmon ai, moj, sa të ndihmon, Pra, ja kanë hequr titullin e magjistarit. Asnjë grua, asnjë burr që merret me magji nuk thot me unë jam magjistari ose hajde tek magjistari. Jo. Bile është ofendim i madh t'ju thuash që je magjistar. Okej? Pse? Sepse i ligu e ka ndërruar, e ka hequr këtë emër, sepse ky emër nuk i jepte më sukses. Atëherë tani tek vendi mirë, tek gruaja e mirë, po më zgjedh punë, më ka bërë punë, Të dashur motra dhe vëllezër, asnjë njeri
që nuk ngren lart emrin e Jezus Krishti si Zot dhe shpëtimtar, nuk ka shti mirë. Çdo kund ku ti vete dhe nuk përlevdohet emri Jezus Krishtit, atëherë ti po futesh në magji, ti po futesh në mallkime dhe ti po hap portale shpirtërore për demonët në familjen tënde. Dhe jo vetëm ti, unë po të them edhe një herë, çdo mëkat që ne bëjmë të tillë, nuk është se është vetëm ti dhe familja u mbrojt. Jo të dashur, ti fut në këtë mallkim gjithë familjen tënde. Okej? Tjetër, nuk do të ndjellësh të vdekurit. Okej? Nuk do të ndjellësh të vdekurit. Nuk e di kush e mban mend para 35 vitesh në televizionin shqiptar është dhënë një film, edhe tek ai film një familje u mblodhen dhe tamam ritualin se si ata e bën, i vun duart me tavolin, vun një qiri dhe thirrën të vdekurit. Dhe të vdekurit erdhen. E dini ju se sa nuk janë të vdekurit, janë demonën. Të vdekurit, shpirtrat e njerëzve, Zoti nuk i lejon të vërtiten më nëpër tokë. Jo të dashur, janë shpirtra demonik që marrin pamjen dhe fytyrën e njerëzve që kanë vdekur. Okej? Pra të dashur, nëse këto frymra demonstrohen si babai jot, si nena jote, unë dua të them, ata i din sekretet, sepse në botën shpirtërore është çdo gjë e hapur, s'diskutohet që ta thonë. S'diskutohet sepse ata duan të futen në jetën tënde dhe nëse ti nuk ju hap një derë, ata nuk mundet të futen. Dhe prandaj të therrasësh të vdekurit, të vesh të konsultosh të vdekurit, atëherë ti ke hapur dyert e mallkimeve dhe të demonëve territorial. Ka shumë njerëz që e bëjnë këtë. Sidomos edhe në Shqipëri kanë filluar kaq shumë mediume ku thërrasin të vdekurit. Unë pash një ditë në Instagram se si një faqe tregonte se si i lidhte njerëzit me gjyshen e i pyeste ata për jetën e tyre. Pra, të dashur, në Tiranë ishte kjo gjë. Unë dua të them, kjo është vetvrasje. Kjo është që ti i thërret satanit dhe i thua, hajde në shpinë time. Kur mos qoftë, mos e bëni këtë gjë, mos ju nështroni këtyre frymrave, sepse Zoti i urren këto gjëra. Dhe të gjitha këto janë një neveri për para Zotit. Okej? Dhe shumë të tjera që mua tani nuk më kujtohen, po këto që janë konkretisht në Bibël. Çfarë ju jep autoritet demonëve të territorit gjithashtu? Gjithashtu, demonëve të territorit ju jep mallkimet e trashëguara. Okej? Pra nëse dikush në fisin tënd, në familjen tënde, e ka hapur rrugën për mallkimet e trashëguara. Pra ka jetuar në mëkat, ti nuk ke faj për shembull, po për hir të atij që ka futur mallkimin, atëherë automatikisht vetëm se ke lindur si pjesëtari atij gjaku familjar, këto mallkime të trashëguara do të vazhdojnë edhe në ty. Le ta lexojmë tek Eksodi 20:5. Nuk do të përkulesh para perëndive të tjera dhe të shërbesh atyre, sepse unë Zoti, Perëndia yt, jam një perëndi xhelos, thot Zoti, që dënon pa drejtësinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e 3 dhe të 4 të atyre që më urrejnë. Pra e shikoni? Zoti thot nëse dikush ka mëkatuar, atëherë deri në brezin e 4 ti çon mallkimin. Dhe shumë prej jush ndoshta nuk kanë mëkatuar, po për faj të gjyshit e stërgjyshit janë këto mallkime dhe këta demon territorial. Tjetër arsye që u hap rrugën këtyre demonëve territorial janë objektet e kultit dhe të idhujtarisë që i fusni në shtëpitë tuaja. Demonët mbahen fort pas objekteve. Duam apo s'duam ne, demonët mbahen fort pas objekteve. Okej? Ata janë të lidhur
me objektet që ti ke në shtëpinë tënde. Si i ke futur ato? Pra, le ta shikojmë njerë. Tek Veprat e Apostujve, rreshti 19, rreshti 18 dhe 19 të shkruar që shumë nga njerëzit që ishin marrë me magji i hodhën dhe i dogjen librat që ata kishin, librat e magjive. Çfarë janë konkretisht librat e magjive, librat e horoskopëve, tarot, ato shenja simbolike të demonike, ka shenja të caktuara që janë konkretisht demonike. Ka shenja të caktuara, çdo shenjë ka një qëllim. Kryqi është shenja e krishtërimit, okay? Është shenja e krishtërimit. Pse? Sepse Jezusi vdiq në kryq. Po ka shenja të veçanta, për shembull është një shenjë një A, është një A në mes dhe e rrethuar, se kjo do të thotë syri satanik është duke të përndjekur ty. Pra nëse ta bëjnë këta, do të thotë që syri satanik po të përndjek ty. Ka disa shenja të tjera, si me kryqin të përthyer kështu dhe duket si një zhapik, do më thënë, do të thot një frymë vdekje është vendosur mbi ty. Pra, i ka shumë shenja që janë, shumë njerëz nuk i din edhe veshin bluza për shembull me ato shenja. Ata e shikojnë bluzën, aha, më pëlqen, thot kjo shenjë, po qa më duhet një shenjë është, e marrin e veshin atë bluzë, okay? Ti paguan një çmim për atë bluzë dhe në të vërtet ti ke veshur një shenjë që do të thot një mallkim dhe një portal i hapur në jetën tënde. Prandaj të dashur, mos blini rroba ku ka shenja. Nëse ti nuk ja di kuptimin, mos e vish atë. Okay? Nëse ti nuk e di çfarë flitet në të, mos e vish. Sa njerëz veshin bluza me kafka, okay? Veshin rroba me kafka. Pra, që bën mysi, i thon fjalës, që do të thot dua vdekjen. Konkretisht, Kafka do të thot unë dua vdekjen, nderoj vdekjen. Kur mos qoft. Pra, kur mos qoft. Mos vishni rroba të tilla, sepse ti je duke thirrur vdekjen në shtëpinë tënde. Edhe Kafka është një shenjë dhe ajo përfaqëson vdekjen. Pra të dashur motra dhe vëllezër, ka ardhur koha t'ju hapen sytë shpirtëror dhe të kuptoni, tjetër janë shumë libra magjie, pra siç u thash, simbole okulte, statuja, nëse ti mban statujën e Marijes, nëse ti mban statujën e dikujt tjetër, ku di unë se çfarë. Unë ju kam treguar, do t'ja u them edhe një herë që do t'u tregoj një dëshmi që puna e burrit tim mbështeste një shkollë në Afrikë të fëmijëve jetim që bënin statuja. Dhe puna e burrit tim ja u blindnin këto statujat dhe ja u dhuronin punëtorëve që ishin më të zellshëm, domethënë në punën e tyre. Dhe kështu një ditë për Krishtlindje vjen burri im dhe me 2 statuja. Një kok afrikani me një kapele dhe një vajzë e mbledhur që flinte. Okay? Dhe i futi në shtëpi dhe tha i kam fituar për punën time të mirë. Burri im ishte shumë krenar për ato. Dhe të dashur, në shtëpinë time pllakosi një kohë ku askush nuk ishte më i freskët, të gjithë çoheshin nga gjumi, thoshin jam i lodhur. Vinin nga shkolla, jam i lodhur, dua gjumë. Unë vetëm gjumë çohesha dhe nuk po kuptoja dhe gjithë po vërtiteshim dhe po thosha si ka mundësi që kaq shumë gjumë dhe në të vërtet në fillim unë po e merja si çlodhje dhe thash ua sa mirë, po çlodhemi sepse kemi qenë të lodhur. Kështu që çlodhuni, flini, po kur kjo zgjat 1 muaj dhe asnjëri nuk çlodheshe, thash shiko, këtu është diçka tjetër. Është diçka, Zot ma trego, po të më vinte mendja tek ajo skulptura, absolutisht jo. Okay? Sepse në sytë e mi nuk ishte gjë tjetër, veç se një vajzë që flinte. Okay? Pra të dashur, kështu unë i rash vërdall, thash Zot më trego ku është sekreti në shtëpinë time. Dhe kështu sytë mu hapën dhe më shkuan te kjo vajzë.
thash, e mora, e nxora jashtë, dhe thash nxjerr jashtë çdo shpirt lodhje, çdo shpirt gjumi, e nxora në fillim jashtë në oborr, që po ta kërkonte burrim ta sillja ta gënjeja si ta gënjeja, se ai nuk donte ta hiqte, dhe të dashur, pasi e mbajta një muaj aty, e çova në fund të oborrit. Pasi e mbajta 2 muaj në fund të oborrit, e hodha në plerat se burri im si vajti më mendja. Pra, të dashur, shikojeni se sa autoritet ato kanë. Pavarësisht se sa i vajosur ti je, pavarësisht se sa Jezus keti në zemrën tënde, kur ti ja hap rrugën të ligut, ai ka të drejtë, të dashur, ai ka të drejtë të vi. Pra ishte vetëm një skulptur ajo që solli gjitha të gjumë dhe gjitha të lodhje. Pra, shumë demon janë të lidhur me statujat dhe objektet. Prandaj, të dashur, asnjë statuj dhe asnjë piktur Madone, piktur Jezusi, skulptur Jezusi, nëse unë nuk jam dakord edhe me fotot që shpërndajnë në kisha jonë, unë nuk e di kush e bën tamam një nga redaktorët tanë, që figurat e Jezusit me tekste. Okay? Mund ta përdorësh një herë kështu si simbol, por të tjerët mendojnë që kjo është Jezusi. Ti e di që ky nuk është Jezusi, por shumë njerëz mendojnë ky është Jezusi, kështu dukesh e Jezusi. Dhe në të vërtetë kjo është idhujtari dhe nuk lejohet. Okay? Asnjë figurë e Jezusit. Zoti nuk na tregoi se si Jezusi ishte, për të vetmen arsye sepse Zoti e di. Ne njerëzit vuajmë kaq shumë të kemi një Zot të prekshëm, të kemi një skulptur. Prandaj dhe Izraeli vajtën dhe bën ato skulpturat në ato viçat prej ari. Pse? Sepse donin një Zot që ta shikonin, një Zot që ta preknin. Edhe prandaj Zoti nuk na la asnjë përshkrim se si Jezusi dukej. Pra, gjithë shka që ne kemi bërë në për skulptura, në për piktura, është vetëm fantazia e njerëzve dhe gënjeshtra e Satanit, që ne kemi marrë njerëz dhe i kemi bërë si zotër. Ne kemi marrë figura të filmave dhe i kemi bërë si zotër. Kjo nuk është nga Perëndia. Perëndia e urren këtë gjë dhe nuk duhet të bëhet. Okay? Prandaj hiqni nga shtëpitë tuaja çdo skulptur, çdo piktur, sepse nëpërmjet tyre ju keni thirrur frymrat demonike. Dhe ti bën sikur lutesh përpara tyre, ti e adhuron, ti bën kryqin para tyre. Në të vërtet, ato janë bllokues të jetës tënde. Ata janë bllokues të bekimeve të tua dhe sjellin vetëm demonet territorial. Pastroni shtëpitë tuaj, pastroni të ardhmen e familjes tuaj, hiqini të gjitha këto skulptura. Okay? Sepse në këto statuja, në këto piktura, nuk është Zoti, nuk është Jezusi, nuk është Maria, janë thjesht demon. Okay? Dhe ju ishni lavdin Zotit dhe ja u jepni demonve. Ku e di ti si ishte Maria? Ku e di ti? Ku e di ti? Pra, ti e futur në një mëkat idhujtarie dhe ka ardhur koha të pastrosh shtëpinë tënde, të pastrosh jetën tënde, të pastrosh zemrën tënde. Okay? Dhe çliro territorin tënd. Tjetër, ato demonët rrinë në bijuterit rituale. Okay? Sa e sa njerëz bëjnë bijuteri, ata që i shesin të dashur bijuterit, ata sa e sa i shesin me një mallkim të vendosur në ta. Sa e sa bëjnë bizulik për shembull, bëjnë vath, bëjnë që i shesin dhe ti vete i blen ka shumë në për tempuj që i shesin. Okay? Dhe të dashur bizulik me gjarpër, bizuliku me gjarpër, ashtu në veth me gjarpër, ato janë automatikisht thirrje për të ligun. Okay? Plus ti blen bizulik, ti e merre sjell në shtëpi, por nuk lutesh përpara. Ta zëm sepse është një bizulik i bukur, okay, ti e more, por çfarë të kushton të thuash Zotun e bekoj këtë bizulik dhe ndahem nga çdo gjë prej tyre. Më kujtohet dëshmia e një vajze që kishte vajtur në Taiwan, më duket.
nuk më kujtohet mirë, në Taiwan, se ku ishte në një vend aziatik, dhe ajo kishte marrë në shtëpinë e saj një varse edhe një byzylyk, i kishte bler atje, dhe që atë ditë ajo ishte komplet e zaptuar, shtëpia e saj, martesa e shkatruar, gjithçka në një kohë rekord, dhe ajo nuk e kuptonte pse. Vetëm në momentin që i ka hedhur ato, ajo është rrëzuar nga fryma, në një konferencë është rrëzuar nga fryma, vetëm kur ka hedhur varsen dhe byzylykun. Pra, të dashur, demonët lidhen me objektet. Sa njerëz bëjnë magji në rroba, ata e lidhin magjin vetëm duke folur magjin, dhe demonët ata bëjnë një lidhje shpirtërore ndërmjet një rrobe tenden dhe një demoni. Ata thonë ato fjalët që ata i din t'i thonë dhe e lidhin demonin me një robë. Dhe çfarë bëjnë ata? Ata të thonë merre vishe ti këtë robën, ta dhurojnë ty atë robën, ose të dhurojnë një lule ose një parfum. Okay? Dhe çfarë kanë bërë në të vërtetë para se të ta dhurojnë? Ata e kanë lidhur demonin me parfumin. Okay? Dhe ti e eth në trupin tënd, ai ka të drejtë të futet në trupin tënd, sepse ti ja dhe të drejtën e vure në kontakt me lëkurën tënde, në kontakt me trupin tënd. Pra, për aq kohë sa ti nuk e ke futur, sepse ai është programuar në parfum, okay? Dhe ai është programuar të hyjë në trupin tënd kur bie në kontakt me ty. Ashtu si dhe rrobat, okay? Por ka dhe demon që i lidhin me sende vetëm të futen në shtëpinë tënde dhe nuk ju duhet të vinë në kontakt me trupin tënd. Pra të dashur, ata marrin autoritet në shtëpinë tënde. Pse e marrin ata? Ata e marrin sepse ti ja u ke dhënë të drejtën, i ke futur në shtëpinë tënde. Prandaj shikojini dhe njerë bijuterit, mendohuni ku i keni bler, kush ja u ka dhuruar. Okay? Për shumë më kujtua tani dëshminë e një motrës tonë, dhe e cila tha, e dashur, më kujtohet kur jam lutur për të faktikisht, edhe ajo më tha që është diçka shumë e çuditshme, kam ditë që nuk ndaloj dot së ngreni. Aq shumë më hajt, aq shumë uri kam sa nuk e kuptoj dot. Dhe nuk e mbaj mend mirë si ka qenë, ai kam thënë unë, a ka thënë ajo do shikoj dollapin, i thash, më duket se i kam thënë unë, shiko gjithçka që ke në shtëpi dhe shikoje, thuaj Zot më hap mendjen. Dhe të dashur, ajo po kontrollonte dollapin dhe i doli një bluzë që ja solli një shoqe nga Amerika me një grua shumë të shëndosh dhe që akoma hante, i kishte duart me ushqim. Dhe ajo u mendua dhe tha, wow, që kur ka ardhur kjo bluzë që e ka marrë në shtëpi, është tamam dita që unë kam filluar këtë frymë gryksie. Dhe kështu ajo e mori, e hodhi në plerat, u çlirua edhe nga fryma. Pra, e shikoni që shumë demon janë të lidhur me objektet. Shumë demon të kurvëris janë të lidhur me objektet. Okay? Shikoni në shtëpi, çfarë i thërret këta demon. Pra, e shikoni që gjithashtu kur ti merr kështu suverier, si i thonë në gjuhën shqipe, kështu nga tempujt. Për shembull, ti futesh në një tempull edhe ose shikon në një pazar dhe thua, ua sa maske bukur, edhe ty të thonë që kjo maskë është përdorur në një ritual dhe ti thua s'ka problem, mua më pëlqen një maskë bukur, do ta marr. Dhe ti nuk e di që ajo maskë është përdorur për flijimin e fëmijëve. Ti nuk e di që ajo maskë është përdorur nga demonët për të vrarë dikë. Atër ti e fut në shtëpi. Çfarë ke futur ti? Ti ke futur shpirtin e vrasjes. Dhe ti do shikosh që një shpirt dhune fillon në familje. Urrejtja, aq sa do të vrasësh gruan tënde, do ta vrasësh fëmijën tënd, dhe nuk ke dhimbësuri, dhe ti nuk e kupton ku është gjitha ajo dashuri që kisha për gruan time, ku është gjitha ajo dashuri që kisha për veten time, ku është gjitha ajo dashuri që kisha për fëmijët e mi. Pra pse? Sepse ti ke marr gjëra nga tempujt dhe atje janë ofruar dhe janë bërë këto flijime. Dhe kështu ata demon kanë të drejt të futin këto mallkime në jetën tënde. Pra, të dashur, unë dua të them, ka ardhur koha e pastrimit të territorit tuaj.
Okay? Ose kur të japin, siç e thash dhe pak më parë, kur të japin dhurata që janë të lidhura shpirtërisht. Dhe ato lidhin me një demon, edhe pa magji, edhe pa nuska, si i themi ne, pa nuska. Okay? Sepse kur bëjnë me nuska është tamam magji, do me thënë. Kurse këto janë portale të hapura. Të dashur, një shoqja, e njohura jon, e njohura ime, jo e njohura këtu në faqja jon, është tani e njohura ime, edhe ajo më tregovi se si një kolegja e saj, ajo është mësuese, një kolegja e saj i erdhi në shtëpi dhe ajo do të ikte në Itali. Pra, mikja jon do ikte në Itali. Dhe një kolegja e saj i vjen dhe i dhuron një tuf me lule. Okay? Dhe nga që kjo nuk ishte tek shtëpia, ja le tek dera dhe i thot të kam lënë një tuf me lule. Dhe ja kishte bler kaq të bukura sa ti nuk mund të thoshe jo. Dhe kjo rastësisht e hap dhe tha ç'ne kjo të më sjelli lule, sepse ne as shoqe s'kemi qenë, as ndonjë muhabet të mirë s'kemi pasur, dhe thjesht e hapi tufën me lule, sepse ishte paketuar kaq bukur, dhe ajo thjesht nga ajo që mendovi nuk kam pasur ndonjë muhabet, dhe kur e hapi, ajo gjen një nuskë brenda dhe ma tregon mua dhe më thot, wow, shikoje në mesin e luleve. Dhe nëse ajo do ta kishte futur në shtëpi, do me thënë, demonët do të merrnin autoritet. Por Zoti e udhëhoqi, ajo pa e futur në shtëpi, e hapi tufën e luleve. Thjesht sepse tha, ç'ne ajo të më bëj mua tufë me lule dhurat. Dhe çfarë patje? Që i kishte futur një magji. Pra, shikojeni se si portalet hapur. I hapi ligu. I ligu e di shumë mirë si t'i hapin, po bijtë e Perëndis janë shumë të paditur, janë shumë si bebe në besim dhe lënë çdo gjë të vi. Ka ardhur koha të njihni të vërtetat, ka ardhur koha të luftoni për të marrë ato që i ligu ju ka vjedhur. Ka ardhur koha të dini të mbroni familjen tuaj, të dini të luftoni. Pra të dashur, unë dua t'ju them të gjitha këto janë portale të hapura për demonët territorial, për principatat territoriale. Okej, tjetër të dashur, Zoti thot në fjalën e tij, shikojeni se çfarë thot tek sepse ky është një parim biblik të mos futësh objekte që nuk janë nga Zoti në shtëpinë tënde. Shikoje pak tek ligji për të rirë 7:26. Nëse ti thua Alketa ku i gjen këto, mi jep me Bibël. Pra të gjitha ti kam dokumentuar janë me rreshta biblik. Dhe tani tek ligji për të rirë 7:26 të shkruar: nuk do të futësh gjëra të neveritshme në shtëpinë tënde, sepse do të dënohesh me shkatërrim. E shikoni, pra çdo gjë që ti fut në shtëpinë tënde që nuk nderon Zotin, ti ke thirrur shkatërimin. Pra ke thirrur dënimin. Pastroni shtëpitë tuaj. Shumë gjëra nuk i duhen shtëpisë tënde. Shumë dekoracione që ti i ke marrë si për dekoracione, nuk i duen shtëpisë tënde. E dini, shumë njerëz kanë dekoracione ose kanë libra me, si i thon asaj, Jungfrau, si i thon, sirena, me sirenat. E dini ju që sirena janë shpirtra satanik? Sirenat janë shpirtrat e ujit, okay? Dhe që vinë natën, janë pikërisht sirenat, janë shpirtrat e ujit që kryejnë marrëdhënie seksuale në ëndër me njerëzit. Pra ato janë nuse shpirtërore dhe burra shpirtëror, dhe ato kur e kanë një derë të hapur në familjen tënde, sepse ti ke kështu libra me këto sirenat, ti ke statuja me këto kafshat e ujit. Pra çdo gjë që ti e ke marr gjasme si për dekoracion, janë portale të hapura. Okay? Janë portale të hapura. Thua ti, unë kam një ari në shtëpi. Unë kam një ari në shtëpi dhe tani si ta bëj me këtë ariun. Çdo kafsh krahasoje çfarë është karakteri ti. Okay? Dhe atë karakter ti ke futur në shtëpinë tënde.
atë karakter ke futur, atë që ti i ke dhënë autoritet si një skulptur apo si një është ndryshe nëse ti ja blen si një lodër fëmijës një arush apo një qenush apo për një periudhë sa është i vogël, okay? Sepse thjesht i fut dashurin për kafshën. Por mendoje tani çfarë lojrash kanë dalë për fëmijët. I ke parti çfarë shiten? Ca kuklla me një sy të nxjerr, me katastrofë. Katastrofë. Pra, shikojni lodrat e fëmijëve tuaj. Jo çdo gjë që fëmia thotë e dua, ti ja blen dhe e çon fëmijën drejt shkatërimit. Kontrolloni çfarë ju keni bler atyre, çfarë ju keni dhuruar. Për çfarë flet ajo që ti thua, ajo që ti çon. Pra pastroni territoret tuaja, sepse Zoti thot, unë ju urrej gjërat e neveritshme që keni futur në shtëpitë tuaja dhe ju i keni hapur rrugën shkatërimit. Okej? Atëherë, këto më vinë mua në mendje tani dhe çfarë është tjetër që u hap rrugën këtyre demonëve janë flijimet. Janë gjaku i derdhur në themelet e shtëpive. Kjo është karakteristik për afrikanët edhe popullin shqiptar. Populli shqiptar dhe populli afrikan kanë këtë traditë që therin gjak kafshësh në themelet e shtëpisë. Pra, çfarë bëni ju me gjakun e kafshëve? Ju i bëni oferta demonëve, jo Zotit. Jo Zotit. Jo Zotit. Edhe njerë, çdo ofertë gjaku në themele nuk i është bërë Zotit, ju është bërë demonëve. Dhe Afrika dhe Shqipëria e kanë këtë traditë, që i ligu i ka futur në këtë mallkim. Dhe automatikisht merr autoritet një principat territoriale sepse është ofruar gjak. Ose është derdhur gjak edhe në territoret rreth e qark. Shumë njerëz edhe shumë familje e bëjnë, derdhin gjak dhe lyejnë territoret. Pra bllokojnë komplet jetën e tyre. Të dashur motra dhe vëllezër, gjaku i derdhur nuk është nga Perëndia. Dhe ti nuk po e derdh për Zotin. Zoti e do kaq shumë botën, kaq shumë ty, sa i ofrovi gjakun e birit të ti të shenjtë, që asnjë gjak tjetër të mos derdhet. Vetëm para pak muajsh, ndoshta dhe ju e pat, në televizionet shqiptare, në media, sepse u bë kaq e madhe, se si një baba në Afrikë flijovi djalin e tij në themel të shtëpisë, sepse shtëpia e tij ishte shtëpia e katërt që ndërtonte dhe i shemshe, dhe ai lindi një fëmijë dhe e theri në pragun e theri në themelin e shtëpisë bebin e tij. E shikoni që i ligu arrin der atje që për të qëndruar një shtëpi të ofrosh fëmijën tënd, kur mos qëndrof shtëpia, po ik nga i vend, s'qëndrovi 4 herë, thuaj ikse do ta lek të shtëpi. Është si punë atij që të razjarri u do që ajo shtëpi aty, mos e ndërto shtëpinë në të njëjtën themel. Është një ligj shpirtëror, nëse ajo shtëpi digjet, do të thot në të njëjtin themel dhe kjo është një shtëpi më vete, mos e ndërto me në atë territor. Pra, jo të vesh të flijosh. Zoti Jezus, gjaku i tij, është flijuar për ne. Dhe ne e bekojmë territorin kur ne ndërtojmë shtëpin, duke thënë, unë e bekoj në gjakun e Krishtit. Unë e laj në gjakun e Krishtit. Unë e shenjtëroj në gjakun e Krishtit. Dhe autoritet këtu është vetëm Krishti. Dhe ti e ke shenjtëruar, gjaku i Krishtit mjafton. Ose po tamam, ose kur therin kafsh dhe ju bëjnë fëmijëve shenjën e gjakut në ball. O bo. Ti e ofron fëmijën
një lloj si ajo dele në botën shpirtërore. Shumë besime therin qengja, i bëjnë flijime për të ligun dhe pastaj marrin gjak dhe lyejnë fëmijët e tyre ballin. Ti e jep ofertë fëmijën tënd për Satanin. Ti ja ke bllokuar jetën fëmijës tënd. Nëse ti e shikon tani që fëmia jot është i bllokuar, që fëmia jot merret me budalliqe, që fëmia jot nuk ka sukses, sepse ti e ke dhënë ofertë për të ligun. Pra pendohuni, ktheuni tek Perëndia dhe hiqni dorë. Si të çlirohemi nga demonët e territorit? Të dashur, Zoti e ka bërë kaq të gjerë rrugën. Për të qëndruar pastaj është e ngushtë. Po për të çliruar është kaq e thjeshtë edhe kaq e gjerë. Dhe fjala thot, pendohu dhe rrëfe mëkatet. Unë dua të them sot, pa pendim nuk ka çlirim. Pa pendim nuk ka shpëtim. Mos harroni, në datën 13 prill në orën 10 është konferenca tek Resort Stella në Tiranë. Eja me një zemër të penduar. Pa pendim. Le të jetë vajosja, le të jetë Zoti, le të jetë qielli i hapur. Pa pendim nuk ka liri. Fjala thot, pendohu dhe rrëfej mëkatet e tua. Ky është çelësi kryesor. Ti nuk mund të ikësh nga kjo dhe të vesh, unë marr autoritet dhe i përzë këto frymra. Jo. Nëse ti nuk ja u ke hequr të drejtën nëpërmjet pendimit dhe faljes së mëkateve, ai nuk ikën. Bëj ti çfarë të duash, thirr ti sa të duash, ai nuk ikën, sepse kontratat qëndrojnë. Është si punë e një çifti kur divorcohet, i jep letrën e ndarjes. Në atë moment, asnjëri dhe as tjetri s'kan më autoritet mbi njëri tjetrin, janë të ndarë. Kështu është edhe në botën shpirtërore. Kur ti pendohesh dhe kërkon falje, atëherë ti i ke dhënë letrën e ndarjes frymrave demonike. Pra, tek 1 Gjoni 1:9 të shkruar, po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na fal mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. Pra, fjala thot, po ti rrëfesh mëkatet e tua. Ai është besnik dhe i drejtë dhe do të t'i fal të gjitha mëkatet e tua. Dhe si thua ti, po në qoftë se i kanë bërë paraardhësit e mi, ti e shikon shumë mirë cilat janë mëkatet familjare. Ti shikon divorcin, ti shikon kurvërin, ti duhet të shikosh me sytë shpirtëror fisin tënd. Kush janë mëkatet e tyre? Përfitimi, magjia, idhujtaria, lypja. Ti duhet t'i shikosh dhe ti thua, Zot, unë pendohem dhe heq dorë nga lypja, unë pendohem dhe heq dorë nga tradhtia, unë pendohem dhe heq dorë nga divorci, unë pendohem dhe heq dorë nga idhujtaria, nga këto sendet e objektet që kanë futur për shtëpi. Pra, pika e dytë është heqja dorë dhe pastrimi i territorit. Pra, heqja dorë do të thotë, si tek Veprat e Apostujve 19 që e lexuam pak më parë, shkatrimi i të gjitha objekteve që të lidhin dhe i hapin rrugën Satanit. Të gjitha objektet që ti ke në shtëpi, statuja, buzulyk, varse, bluza, kudo shenja, piktura që i japin lavdin djallit, ti duhet të pastrosh territorin tënd.
ti mund të thuash 100 herë Zot më fal, por dollapi jot është plot me bluza që japin lavdin djallit, shtëpia jote është plot me skulptura që japin lavdin djallit, gjithçka është e kot. Pra të pendohesh është një gjë. E dyta, të heqësh fuqinë dhe autoritetin satanit është një gjë tjetër. Pra, ti duhet ta vësh pendimin në aksion. Pendim në veprim. Pra duke hequr dorë dhe duke pastruar territorin tënd. Së treti pastaj vjen pra së pari pendimi dhe thenja e mëkatit. Së dyti heqja dorë dhe pastrimi i territorit. Së treti është përdorimi i emrit Jezus si autoriteti më i lartë shpirtëror. Tek Luka 10:19 është shkruar: unë ju dhash pushtet të shkelni mbi gjarprin dhe akrepa, mbi çdo pushtet të armikut dhe asgjë nuk mund t'ju dëmtoj. Pra, e treta është merr autoritet në emrin e Jezus Krishtit dhe dënoi, përzeri të gjitha nga shtëpia jote, përzeri të gjitha frymrat dhe demonët territorial. Përzeri pasi ti I ke hequr gjithçka që e mbante lidhur në shtëpinë tënde. Pra, është kaq e thjesht. Pendohu dhe tregoj mëkatet e tua. Tregoj mëkatet e familjarëve të tu. Së dyti, pastro territorin. Pra, së dyti, thuaj unë e gjtor nga këto dhe unë pastroj territorin. Dhe pastro territorin. Dhe këto janë si ta pastrosh shtëpinë tënde. Si tu heqësh autoritetin këtyre demonëve që qëndrojnë mbi shtëpitë tuaja dhe bllokojnë territorin. Laureta thot nëse dikush më ka dhuruar një tavolinë. Motra ime laje në gjakun e Krishtit Jezus. Jo në çdo gjë është një mallkim apo është një magji, apo është një portal. Zoti thot falenderoni për gjithçka. Okay? Dhe vetëm nëse tavolina ka shenja të veçanta, okay? Për shembull, un kam parë një tavolinë një herë që kishte gjarprinj edhe ishin 4 koka gjarprinjsh që mbanin tavolinën dhe bishti I përdredhur në fund. Pra kjo bënte mysi I themi ne që ishte një tavolinë që duhet hedhur dhe kur nuk duhet mbajtur në shtëpi. Pra, shikojini çfarë simbolizojnë gjërat, çfarë keni dhe krahasojini situatat. Për shembull, që kur kam futur këtë dollap në shtëpi, diçka ka ndryshuar. Shikojini gjërat më thellë. Studiojini në botën shpirtërore. Dhe zakonisht mjafton dhe vetëm një e laj në gjakun e Krishtit Jezus të falenderoj ty Zot për këtë dhuratë. Dhe e zhvesh nga çdo fjalë që është thënë mbi këtë tavolinë. Dhe kështu ti e shenjtërove, duke I dhënë lavdi Zotit, ti I shenjtëron gjërat. Amen. Kur gjen diçka me vlerë, laje në gjakun e Krishtit, shenjtëroje në gjakun e Krishtit, laje me ujë, laje gjithashtu me gjakun e Krishtit dhe pastaj përdore dhe falendero Zotin për atë. Unë do t'u tregoj kur gjen diçka me vlerë, është përsëri shumë e rrezikshme. Duhet gjithmonë ta lash në gjakun e Krishtit, ta lash në ujë një herë, ta lash në gjakun e Krishtit dhe pastaj ta vash. Dua t'ju tregoj historinë e një vajze e cila gjeti një 50 euro në rrugë dhe kjo nuk ka të bëj faktikisht me demonët e territorit, por ka të bëj me këto gjërat që gjen edhe direkt ajo e mori edhe sa po e kapi atë me dorë, të dashur para se ta kapësh thuaj Zot lavdi teje që e bëre të mundur ta gjej. Vetëm duke I dhënë lavdi Zotit ti e ke shenjtëruar gjithçka që ti gjen. Zoti thot falenderoni për çdo gjë. Pra, jepi lavdin Zotit në çdo gjë dhe ti je I mbrojtur gjithmonë. Kjo vajzë mori dhe ra direkt në shesh. E morën në ambulancë, e çuan dhe të dashur dhe ajo nuk u ra në vete 3 ditë më duket dhe të dashur lavdi Zotit Elona, pra të dashur çfarë kishte marrë ajo? Ajo kishte marrë një magji paralize.
Shumë njerëz përdorin duke hedhur lek në rrugë dhe bëjnë shkëmbimet shpirtërore. Po për këtë do t'ju bëj një temë tjetër, çfarë janë shkëmbimet shpirtërore dhe si i bani ligu dhe si çlirohesh. Por këtë do të bëj një temë tjetër. Pra, edhe kur gjen diçka, gjithmonë thuaj Zot faleminderit. Jepi lavdi Zotit dhe ti i ke shenjtëruar ato që gjete. Lavdi Zotit. Atëherë të dashur, si të mbrohemi tani kur ti e ke pastruar territorin? Mos harroni që disa demon nuk ikin nëse nuk futesh në agjërim dhe në lutje. Disa demon janë kaq breza, janë shumë breza që të shoqërojnë dhe ata nuk largohen aq kollaj. Ka demon që largohen vetëm me agjërim dhe lutje dhe prandaj unë ju ftoj të dashur që në ditën e konferencës të jeni me agjërim. Të jeni me agjërim, sepse jo çdo demon, thot fjala, del pa agjërim. Pra të jeni në agjërim kur të jeni në konferencë. Dhe të jeni me një zemër të hapur për Krishtin dhe në agjërim. Sepse fjala thot që disa demon brezash nuk dalin pa agjërim dhe pa lutje. Kjo do të thot që ata kanë breza që janë në atë familje, që janë në familje. Dhe ata duhet të shkëputen komplet dhe kur ti je i dobët fizikisht, shpirtërisht ti je i fortë. Pra shpirti i Jezus Krishtit bëhet më i fortë në ty se sa mishi. Lavdia i qoftë Zotit. Pra të dashur, tani dua të them që si të mbrohemi. Ca demon territorial largohen, por ata kërkojnë të kthehen përsëri. Dhe ti duhet të dish të mbrosh familjen tënde, ti duhet të dish të mbrosh jetën tënde. Sepse fjala thot, shikoj pak, se si thot tek Mateu 12, rreshti 43 dhe 45. Kur shpirtrat e këqinj, shpirti ndyr ka dal, kur një shpirt i ndyr ka dal nga një njeri, ai endet në përvende të thata. Pra për të gjithë ata që thonë që nuk ka demon ose nuk duan të pranojnë çlirimet që ne të krishterët bëjmë, sepse vetëm Jezus Krishti e ka autoritetin të dëbojë demonët, asnjë tjetër nuk e ka autoritetin. Asnjë. Vetëm Jezus Krishti e ka të drejtën të dëbojë demonët. Asnjë tjetër. Çdo gjë tjetër që bëjnë të tjerët është thjesht zvendësimi dhe fsherja e demonëve brenda trupit të një njeriu. Kurse Jezus Krishti çliron, dëbon, shëron, sepse Jezus Krishti e ka autoritetin absolut në botën shpirtërore. Prandaj dhe këtu lexojmë nëse një shpirt i lig del nga një njeri, ai endet në shkretë të tir, duke kërkuar qetësi por nuk e gjen. Pra ai endet kërkon një vend tjetër ku të rri, por nuk e gjen. Atëherë thot, do të kthehem në shtëpinë time nga kam dal. Pra gjithmonë kur një demon del, ai do të kthehet, do të kërkojë të futet përsëri. Atëherë ai kur e shikon të pastruar, të zbukuruar, por bosh, atëherë ai shkon dhe merr me vete 7 frymra të tjera. Pra ai forcohet. Më të liga se ai, të cilat hyjnë dhe banojnë te ky njeri. Kështu gjendja e fundit e këtij njeriu bëhet më e keqe se e mëparshmja. Kështu do t'i ndodh edhe këtij brezi të mbrapsht. Më kujtohet një djalë që u çlirua në një konferencë tonën. Dhe Zoti e çliroi nga ai dëgjonte zëra, ai kishte frymën e vetvrasjes, kishte frymën e përdhunimit, ishte përdhunuar, pra kishte shumë frymra. Dhe Zoti e çliroi në një nga konferencat tona direkt. Zoti është shumë i mirë kur vjen i përullur. Ai qëndroi një muaj tek Zoti, por pastaj bota i pëlqente më shumë, fillovi të pinte alkool, fillovi të pinte cigaren, dhe sot situata e tij është shumë më keq se sa atë 7 muajsh që ai ishte i lirë 7 muaj plot. Por pastaj
ai u nënshtrua të ligut dhe sot situata e tij është shumë më e rëndë se sa ishte më përpara. Pse? Pse të dashur? Sekretin e keni këtu. Shikoj se çfarë thot rreshti Perëndis, fjala e gjallë e Zotit. Thot sepse demoni erdhi, ai që ishte, dhe ai pa që ishte bosh, që njeriu nuk e kishte Zotin brenda vetes, nuk kishte shpirtin e shenjtë, nuk jetonte për Perëndin, nuk ushqeheshe me fjalën e Perëndis. Të dashur, nëse ti çlirohesh, do të thot fillovi një epokë e re për ty, ushqyerja me fjalën e Perëndis, qëndrimi në kish, qëndrimi me të krishterët, qëndrimi në unitet. Fillon një proces i ri për ty, për mbushje me Zotin. Pra demonët kthehen kur ata e gjejnë vendin bosh. Prandaj është kaq e domosdoshme pas çlirimit të mbushësh shtëpinë tënde me këngë adhurimi. Kur ti e ke pastruar shtëpinë tënde, mbushesh shtëpinë tënde me këngë adhurimi. Lexo rreshta biblik me zë të lartë. Deklaro fjalën e Perëndis me zë të lartë. Kurse nëse ti je një person dhe je çliruar ose do të çlirohesh në këtë konferencë, atëherë unë do të them, nëse ti nuk ke frymën e Perëndis dhe nuk ushqehesh me fjalën e Perëndis, atëherë situata jote do të bëhet më keq, sepse demonët shikojnë që ti nuk ushqehesh me Zotin, që ti nuk qëndron në Zotin. Prandaj, çlirim do të thot, më vonë kalon procesi i dytë, mbrojtja e portave të tua. Dhe mbrojtja e portave është mbushu me Zotin. Mbushu me adhurim, adhuro Zotin, lutu, krijo një raport të ngushtë me Perëndin. Ushqeu me fjalën e Perëndis. Dhe kështu i ligu do vi, por do shikoj që ti je plot. Dhe ai do të tundoj, por e shikon që ti je plot, dhe ai do të ikë përfundimisht nga ka ardhur. Prandaj, fjala e Perëndis kur nuk gabon. Kur asnjëherë. Zoti thot, kur ai kthehet dhe e gjen shtëpinë bosh, pra pa Zotin, ai do të futet përsëri. Prandaj është kaq e domosdoshme pas çlirimit të qëndroni në Zotin Jezus. Shumë njerëz, dikush më kërkovi dhe më tha, Alketa, kam nevojë për çlirim. Dhe unë i thash, beson në Zotin Jezus? Po një Zot është, tha. Unë besoj në të gjithë, një Zot është. Një Zot, unë besoj vetë edhe këtej dhe andej. Jo të dashur, jo, nuk është kështu. Ka vetëm një Zot që quhet Jezus Krisht nga Nazareti, që ka ardhur në mish njeriu për shpëtimin tënd, për çlirimin tënd, dhe vetëm ai mund të ta jap çlirimin. Beso në Jezus Krishtin, thot fjala, dhe do të jesh i shpëtuar ti dhe familja jote. Vetëm ai mund të ta japi çlirimin dhe pastaj është detyra jote të ruash çlirimin. Të mbushesh me Zotin. Të jesh në unitet me kishën. Të nëse ke një kish në terren të vesh në kish. Të qëndrosh në Zotin. Atëherë ai do të vi dhe do shikoj që ti je plot. Dhe nuk mund të futet më. Është shumë e domosdoshme të mos të harroni veshjet shpirtërore. Kur bëhet fjalë për ne personalisht, ti je generali shtëpisë tënde dhe ty duhet të jesh i veshur shpirtërisht, duhet të kesh rrobat shpirtërore sipas Efesianëve 6, rreshti 11 dhe 18. Dhe fjala thot, merrni gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditët e mbrapshta dhe të mbeteni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Qëndroni pra të fort, duke patur një brezin e së vërtetës, të veshur me pazmoren e drejtësisë dhe duke mbatur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të ligut. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndis. Duke u lutur në çdo kohë, me çdo lloj lutje edhe përgjërim në frymë, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim me lutje për të gjithë shenjtarët. Pra, merrni gjithë armatimin e Perëndis.
Kjo do të thotë qëndroni në Zotin, në fjalën e Tij. Rrituni në fjalën e Tij. Amen. Pra, kjo ishte tema për demonët territorial. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem sot. E di çfarë? Merr kohë nesër edhe shikoj gjërat më thellë. Në familjen tënde, në shtëpinë tënde, në fisin tënd, çfarë janë demonët territorial? Çfarë të përndjek ty? Konkretisht shtëpinë tënde. Shikoj çfarë është e bllokuar në shtëpinë tënde. Dhe merr autoritet si demon territorial, po përpara se të marrësh këtë, pendohu. Pendohu për çdo mëkat, çoje përpara Perëndis, ndau, pastro shtëpinë nga të gjitha objektet që nuk i japin lavdi Zotit. Okej? Dhe pastaj dëgjoje edhe një herë Vera thot, ok, faturën e kam paguar për djalin. Shiko, të them të drejtën, unë si Alketa tani e them, ok? E them unë si Alketa. Nuk e kam të shkruar në Bibël, sepse nuk është shkruar, dhe e them unë mendimin tim. Pagëzimet në kisha katolike, pagëzimet në kisha ortodokse. Nëse pagëzimi është bërë në emrin e Jezus Krishtit, unë të pagëzoj ty në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Por nuk është thënë që unë të pagëzoj ty në kishën katolike, apo të pagëzoj ty në kishën Ezekielia, të pagëzoj në kishën ortodokse. Shumë kisha i pagëzoj njerëzit me kishën. Pra, për shumë unë kam qenë në një kishë dhe kur pagëzoheshin, para se të pagëzoheshin, njerëzit thoshin, unë pagëzohem dhe si të thuash martohem me kishën. Pra duhet ta thoshte njeriu këtë para se të pagëzoshe. Dhe unë jam kategorisht kundër kësaj. Ne nuk pagëzohemi me kishën. Kush do pastor tjetë, kush do pastore tjetë, ne nuk pagëzohemi me kishën. Me asnjë kishë. Ne pagëzohemi në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas dhe në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Pra ne pagëzohemi për Zotin, jo me kishën. Pra nëse në pagëzimet që ju keni bërë, është përmendur që ti je pagëzuar me kishën, duhet të thyen sa më parë këto kontrata. Duke thënë i të shfuqizoj, sepse unë nuk jam e martuar me kishën, djali im nuk është i martuar me kishën, vajza ime nuk është e martuar me kishën, unë jam e martuar me Krishtin dhe unë pagëzohem në emrin e Tij. Vetëm për Krishtin jam pagëzuar dhe pagëzohem vetëm për ta. Pra ne pagëzohemi vetëm për Jezusin. Dhe në Jezusin. Nuk është biblike dhe nuk është e qëndrueshme të pagëzohemi me kishat. Ta zëm se kisha aq e kishte. 30 vjet mbaroi. Një kish, se Zoti zgjodhi një tjetër se doli nga rruga. Atëherë do të thotë që të marri fund edhe personi, sepse e kishte bërë një kompromis shpirtëror. Amen, Viola. Pra nëse është thënë unë e pagëzoj në emrin e Jezus Krishtit, nuk ka asnjë gjë të keqe kudo që je pagëzuar. Nëse nuk është thënë emri i Krishtit dhe është thënë të pagëzoj me kishën, atëherë duhet prishur kontrata.
Amen. Unë besoj që themeli i kishave ka qenë gjithmonë i mirë në fillim. Gjithmonë. Por pastaj të shtojmë dhe këtë idhull, të shtojmë dhe këtë gjë, edhe këtë ritual, i liguar shumë dinak. Shumë dinak. Pra, nëse je pagzuar në emrin e Jezus Krishtit, atëherë ti je i pagzuar. Lavdia i qoftë Zotit. Pra, ne do të kemi pagzime edhe në datën 13 tek Stella Resort. Kush nuk është pagzuar akoma, bëni gati zemrat tuaja dhe ne do t'ju pagzojmë. Dhe ju do t'i thoni botës t'i plotëson dokumentin e fundit që të duhet për të gjitha dokumentat qiellore. Për në qiell, Zoti thotë që pagzimi ti e ke plotësuar, si të thuash detyrën e fundit. Pra i ke të gjitha dokumentat për në qiell. Pagzimi, Zoti e quan tepër të domosdoshëm dhe si atë në dokumentin e fundit që ty të duhet për qiellin. Thua ti po unë që si jam pagzuar dhe s'mundem pagzojmë, s'ka mundësi, si ta bëj. Unë mendoj që mëshira e Zotit është kaq e madhe, ka gjithmonë një zgjidhje. Po për emrin ja ndroi djalit dhe nuk ja vuri emrin e vet. Këtu mendoj në radhë të parë çliroje emrin dhe thye çdo mallkim që lidhet me emrin. Dhe së dyti pyete djalin tënd cili emër i pëlqen. Çfarë emri i pëlqen atij? Kë emër mban ai? Nëse djali jot mban emrin e tij, po t'isha unë në vendin tënd, unë do ta grisja atë letër sepse unë nuk dua emrin e gjyshit tim ta ketë fëmia im. Përderisa unë i kam vënë një emër të bekuar, si ma donte zemra, nuk dua që të ngjall një të vdekur në emrin e fëmijëve të mi. Unë nuk do ta mbaja. Pra flas nga ajo në perspektiva ime, unë nuk do ta mbaja një letër të tillë. Nuk do ta mbaja një dokument me emrin e gjyshit për fëmijën tim. Do t'i mbaja fëmijës emrin që e kam zgjedhur vet. Amen. Amen. Lavdi Zotit. Atëherë në emrin e Jezus Krishtit, unë thyej sot çdo fuqi të frymrave territoriale. Për çdo gjë ku ti kthe më fal, unë ndahem, unë të ndaj ty tani. Në emrin e Jezusit. Unë ndjej në zemër për shumë prej jush, po prisni të ndërroni territoret. Dikush kërkon t'i iki në Tiranë, nga Vlora në Tiranë, dikush do t'i iki nga një vend në Itali, dikush kërkon t'i iki, domethënë e ndjej ndërrim territore, por i ligu ju mban fort në këto shtëpi që jeni, nuk po ja u hap rrugët, sepse një principat është duke bllokuar gjithçka. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë të ndaj ty pikërisht këta që duan të ndrojnë territorin nga nga kjo shtëpi ku ti je, nga kjo shtëpi në emrin e Jezus Krishtit, nga ky territor ku ti je. Të ndaj në emrin e Jezus Krishtit dhe të deklaroj të lirë. Amen. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë i thyej të gjitha autoritetet territoriale. Pastroj territorin tënd dhe urdhëroj çdo frymë territoriale të largohet tani në emrin e Jezusit. Çdo principat që ka bllokuar qiellin, që ka bllokuar familjen tënde, të thyet dhe largohet tani në emrin e Jezusit. Unë deklaroj çlirim, lirinë në emrin e Jezus Krishtit dhe hapje të qiellit dhe favoret e Zotit të vinë mbi ty. Në emrin e Jezusit. Asnjë demon më të mos ketë autoritet, asnjë fuqi më të mos ketë autoritet, sepse unë ngrej fuqinë e Krishtit, ngrej emrin e Krishtit dhe deklaroj ty dhe familjen tënde të lirë
dhe në mbrojtjen dhe në autoritetin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezusit. Ju bekoj të dashur, atëherë unë nesër nuk mund të dal dot para dite, në darkë nuk e di çfarë ore do kthehem, sepse nesër jam e ftuar në një konferencë dhe do të jem atje, dhe ju bekoj dhe shifemi, do dëgjohemi nesër faktikisht duke ngar makinën edhe duke folur me ju. Ju bekoj, natën e mirë, amenen kela. Unë deklaroj një natë të bekuar me paqen e Perëndis, në paqe shtriuni, në paqe flini, sepse Zoti do t'ju mbajë në siguri. Zoti ju bekoft dhe mirupafshim. Mirupafshim. Natën e mirë. Natën e mirë të bekuar.